Nëse bëhet pyetje, cëlla është e fitnja më e madhe që është bërë te muslimanët e sotit? Çka është e fitnja më e madhe sot në botën islame? Nuk e di, do të më përgjigjeni t'ju them, urdhani ma gjeni cëlla fitnja më e madhe. Lloj mendimesh. Fitnë më e madhe është, vëllezër të dashur, muslimani nuk din të lexojë Kur'an. Nuk thonë të veproje. Nuk din të lexojë Kur'an, 70 vjet jeton këtë botë, nuk din të lexojë fjalën e Allahut. E ka mush kokën me barcoleta, me humore, me gjëra të këqija, fjalën e Allahut nuk e ka shtirë në zemër dhe në tru, vallai. Fitnë më e madhe është kjo, vëllezër të dashur. Pjesë vllaun që e kam pas në Gjermani, gruaja e konvertume në islam, 9 vjet. Fjalën e parë, punën e parë që e ka bërë, e ka mësuar Kur'anin. Dhe ajo në tramvajt për të shkuar në punë, lexon Kur'an me zë. Jo me zë të lartë. Nuk tërprohet. Se di thot se pse tërprohem? Tërprohet njeriu thotë se unë besoj Allahun, krijuesin e gjithësisë. Jo vallahi. I kanë thënë pse lexon Kur'anin me zë? Thot jam me bar, 7 zane jam, ta ndigjoje fëmija në bark Kur'anin, fjalën e Allahut xheleshanu. Shifë vëllezër të dashur, çfarë njerëzish ka në islam. Pra, fitnja më e madhe në dunja është fitnja që muslimani jeton 70 vjet në zemrën e atij, në trunin e atij, nuk ka Kur'an.